Rahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar teleshikues të televizionit Koha, mirë se vini në emisionin Mesazhe Ramazani 2025. Jemi në xhaminë e fshatit Prelubisht me imamin e kësaj xhamie, Hoxh Mevlan Avazi, me të cilin do të bashkëbisedojmë rreth metodologjisë profetike në shërimin e problemeve shoqërore. Nderuar Hoxh, mirë se vini në emision. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Cila është rëndësia e kësaj teme dhe pse është e rëndësishme të flitet për këtë? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit, Allahun xhalla xhelaluhu e falenderojmë, vetëm prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. E përshëndesim dhe i dërgojmë shumë salavate pejgamberit ton të dashur Muhamedit alayhis salatu wassalam dhe të gjithë atyre të cilët e kanë ndjek dhe po vazhdojnë ta ndjekin në rrugën e tij me sinqeritet të plot deri në ditën e fundit të kësaj bote. Fillimisht më lejoni që t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj që e keni parë të arsyeshme të jem pjesë e këtyre emisioneve të bukura që realizohen në kuadër të muajit të shenjtë të Ramazanit, dhe njëherë ta lut Allahun e Madhërisëm që t'ju shpërblej me të mirat e tij të pafundshme për angazhimin të këtij aktiviteti dhe për gjitha aktivitetet tjera për ta bërë këtë muaj sa më të begat dhe sa më të mirë për gjithë besimtarët e këtij vendi. Amin. Faleminderit shumë. Sa i përket pyetjes, mendoj se biseda ose trajtimi i kësaj teme, domethënë metodat e pejgamberit alayhis salatu wassalam në trajtimin, në shërimin e problemeve shoqërore, është një temë shumë e rëndësishme, për shkak se bëhet fjalë për një njeri, për një edukator të nivelit më të lartë, bëhet fjalë për një personalitet më të madh në historinë njerëzore, bëhet fjalë për të dërguarin e Zotit Muhammedin alayhis salatu wassalam dhe praktikën e tij se si ai i ka shëruar, i ka trajtuar problemet në shoqërinë e vet. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka pasur shumë probleme në shoqërinë në të cilën është dërguar si pejgamberi i Zotit dhe për një kohë të shkurtë me metodat e tij shumë efikase ka arritur që t'i trajtoj edhe t'i rregulloj edhe t'i shëroj problemet të cilat kanë ekzistuar në shoqërinë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Allahu xhalla xhelaluhu, mos ta harrojmë se kjo është një fakt interesant. Allahu xhalla xhelaluhu ka qenë ai i cili vet e ka marrë përsipër edukimin dhe përgatitjen e personalitetit të Muhamedit alayhis salatu wassalam. Prandaj Allahu i Madhërisëm na drejtohet neve muslimanëve, na thot laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana. Thot o besimtar, o musliman, nëse dëshironi që të merrni model, shembull për jetën tuaj, e keni tek i dërguari i Zotit, tek Muhamedi alayhis salatu wassalam. Pastaj edhe vetë Muhamedi alayhis salatu wassalam thot në një hadith, edebeni Rabbi fa ahsana ta'dibi. Zoti thot më ka edukuar mua dhe ai e ka përkryer edukimin tim. Prandaj një personalitet i këtij si Muhamedi alayhis salatu wassalam, padyshim që është e rëndësishme të njihet, të dihet, të diskutohet dhe të merren metodat e tij në trajtimin e problemeve shoqërore, sepse edhe ne padyshim që kemi shumë probleme në shoqërinë tonë dhe mendoj se metodat e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ashtu siç kanë qenë në të kaluarën, janë edhe sot efikase dhe do të jenë deri në fundin e kësaj bote për trajtimin e problemeve të ndryshme në shoqëri. Përderisa thoni që janë efikase, cilat janë ato metoda? Shiqo, kur flasim për metodat e pejgamberit alayhis salatu wassalam, domethënë ta sqarojmë për ndëgjuesit, teleshikuesit tanë, normal që metodat e pejgamberit alayhis salatu wassalam kanë qenë të shumta dhe ne në një emision të shkurtë të tillë nuk mund t'i përfshijmë të gjitha, normal, po do të mundohemi t'i përmendim disa prej metodave të cilat pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhis salatu wassalam vazhdimisht i ka praktikuar dhe me to i ka trajtuar problemet të cilat i ka pasur në shoqërinë e vet. Një nga metodat shumë efikase që pejgamberi alayhis salatu wassalam gjithmonë e ka praktikuar ka qenë besimi i shëndosh në Zotin xhalla xhelaluhu si ilaçi më i fortë për këtë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka ditur që edhe e mira, edhe e keqja buron nga brendia e njeriut. Dhe ai ka qenë i vetëdijshëm se edhe ndryshimi, edhe përmirësimi duhet të fillojë nga brendia e njeriut.
Dhe pejgamberi i Zotit e dinte se çdo njeri ka një derë përmes së cilës mund të deportosh tek ai. Dhe ajo derë padyshim ka një çelës. Kjo derë ka qenë zemra e njeriu dhe çelësi ka qenë besimi i shëndosh në Allahun dhul xhelal. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wasalam, siç thamë edhe më herët, ka ardhur me një shoqëri me shumë probleme të ndryshme, por për një kohë të shkurt, duke i përdor këto metoda, sidomos këtë besimin e shëndosh në Allahun dhul xhelal, ka arrit t'i rregulloj shumë probleme. Pse? Sepse nëse një njeri e ka besimin e shëndosh, e ka besimin e pastër dhe të fuqishëm në Allahun dhul xhelal, nuk mund të jetë problematik e njeri. Nëse për shembull shumica e shoqërisë ka besimin, nivelin e besimit e ka të lartë, të fuqishëm në Allahun dhul xhelal, do të thonë problemet do të zvoglohen, do të lokalizohen, do të jenë shumë më të vogla. Edhe në kohën tonë ne sot, nëse marrim për shembull, shohim se kush janë njerëzit që bëjnë probleme, për shembull që shkaktojnë gabime, që bëjnë probleme në shoqëri, janë pikërisht ata të cilët e kanë nivelin e besimit te Allahu dhul xhelal e kanë të ulët. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wasalam metodën e besimit të shëndosh e ka përdorur për t'i trajtuar problemet në shoqërinë e vet. Një metodë tjetër që po ashtu pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka përdorur për trajtimin e problemeve në shoqërinë e vet ka qenë mbjellja e dëshirës për të bërë mirë ndaj të tjerëve. Është shumë e bukur, është shumë mirë, një gjë e mirë kur njeriu bën mirë për veten e tij, por është edhe më e bukur kur njeriu bën mirë edhe ndaj të tjerëve, ja zgjidh një problem, një hall dikujt tjetër. Këtë pikërisht pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka përdor për t'i trajtuar problemet në shoqërinë e vet. Prandaj edhe shumë hadithe pejgamberit alayhis salatu wasalam mund t'i gjejmë si motiv, si motivim që u ka bë shokëve të vet, ashabëve. Për shembull, kur pejgamberi alayhis salatu wasalam tregon se kush është njeriu më i dashur te Zoti, çfarë thot? Ehabbun nasi ila Allahi anfa'uhum lin-nas. Njeriu më i dashur te Zoti është ai i cili është më i dobishëm për të tjerët. Pastaj është një thënie tjetër e pejgamberit alayhis salam ku ai thot më e dashur thot për mua është që t'ja zgjidh një hall, një problem dikujt tjetër që ka nevojë, se sa të qëndroj thot në itikaf. Domethënë ne e dimë që itikafi është një vepër madhështore, është shumë e shpërblishme, po pejgamberi alayhis salam thot më e dashur për mua është t'ja zgjidh një problem dikujt që ka nevojë, se sa thot të qëndroj në itikaf. Pra këto janë dy hadithet pejgamberit alayhis salam nga shumë hadithe që pejgamberi sa i ka përdorur për t'i stimuluar besimtarët që të bëjnë mirë ndaj të tjerëve. Para mendoni për shembull, nëse çdo kush do të mundohet t'i bëjë mirë dikujt tjetër. Kush do të bëjë keq atëherë? Prandaj kjo ka qenë një metodë shumë efikase e pejgamberit alayhis salatu wasalam për t'i trajtuar gabimet, problemet të cilat i ka hasë në shoqërinë e vet. Një metodë tjetër që pejgamberi alayhis salatu wasalam gjithashtu e ka përdorur vazhdimisht në jetën e tij gjatë trajtimit të problemeve ka qenë dhënia e mësimit para qortimit. Do të thonë, fatkeqësisht po them, diçka që ne sot në shumicën e rasteve e bëjmë të kundërtën. Për shembull, ne kur ballafaqohemi me një njeri problematik, me një problem, ne me njëherë më tepër shkojmë ta qortojmë njëherë, t'i themi lloj-lloj fjalësh, edhe ndoshta na kujtohet më në fund që ta mësojmë ose edhe s'na kujtohet fare. Pejgamberi alayhis salatu wasalam gjithmonë u ka dhënë përpara mësimit, para qortimit. Për shembull, në kohën e Muhamedit alayhis salatu wasalam, kush ka qenë, nëse guxojmë themi, krimi më i madh? Ka qenë varrosja e vajzave të gjalla në dhe. Kur ka ardhur pejgamberi alayhis salatu wasalam, çfarë tha? Nuk është lodh pejgamberi alayhis salam shumë që ata t'i qortoj pse e bëni këtë, është një krim e kështu me radhë. Po çfarë ka bërë pejgamberi sa? Ka thënë, o ju njerëz, kush i ka 3 vajza, i rrit, i edukon, i udhëzon, do ta fitojë xhennetin. Sahabët i kanë thënë, o i dërguar i Zotit, po ai i cili i ka vetëm 2 vajza, kanë thënë pejgamberi sa, edhe ai i cili i ka vetëm 2 vajza do ta fitojë xhennetin. Pastaj kanë thënë disa prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, ta kishin pyet pejgamberin e Zotit edhe para që e ka një vajzë, sigurisht që do thonte se edhe ai do ta fitojë xhennetin. Kjo është një praktike pejgamberit alayhis salatu wasalam që tregon se në natyrën e vet, si personalitet pejgamberi alayhis salatu wasalam gjithmonë
ka qenë një njeri i cili e ka dhënë mësimin paraqërtimit dhe kjo ka qenë një metodë shumë efikase që i ka ndihmuar pejgamberit alayhis salatu wasallam në këtë çështje. Pastaj është një shembull tjetër interesant, për shembull është ai rasti që tregohet në historinë e pejgamberit alayhis kur ai ka qenë duke qëndruar me disa prej shokëve të vet në xhami dhe ka ardhur dikush, një njeri i panjohur edhe ka kryer nevojën te xhamia e pejgamberit alayhis salam dhe disa prej shokëve janë nervozuar pse ai ka bërë një gjë të tillë dhe kanë desht të çohen edhe të shkojnë që ta qortojnë atë njeri. Dhe pejgamberi sa çfarë ju thotë? Thotë jo, thotë mos i bëni asgjë. Edhe e ka trajtuar problemin ai vet. Çfarë ka bërë? Ka shkuar dhe ja ka dhënë mësimin para se ta qortojë. Ka thonë i dashur vëlla, domethënë kjo është një vend, një shtëpi e Zotit ku është bë për të adhuruar Zotin dhe nuk është për kështu punë të tjera. Prandaj edhe ai ka marrë mesazhin. Dhe kjo ka qenë metoda e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe një metodë tjetër që gjithashtu ka qenë efikase, që e ka përdorur pejgamberi alayhis salatu wasalam, ka qenë ofrimi i alternativës. Asnjëherë pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk ka ndaluar diçka para se të ofrojë një alternativë. Kjo është edhe opsion edhe filozofi kuranore. Shifni se si Allahu dhul xhelal flet në Kur'anin famëlar. Për shembull, Allahu i Madhërisht e ka ndaluar zinan, por e ka lejuar martesën. Pastaj Allahu dhul xhelal e ka ndaluar kamatën, por ai e ka lejuar shitblerjen, e ka bë halal. Prandaj është opsion kuranor që njeriu gjithmonë të ofrojë alternativë. Nëse shkojmë për shembull, ne gjithmonë ju themi njerëzve kjo nuk bën, kjo është ndaluar, domethënë çfarë do të bëjnë ata? Duhet t'ju ofrojmë një alternativë. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka pas këtë metodë. Njeriu është krijesë që nëse nuk angazhohet me atë që është e mirë, padyshim që do të angazhohet me atë që është e keqe. Është një rast në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam në mesin e shumë rasteve, por që e vërteton këtë që e themi. Në një rast kur i dërguari i Zotit e ka parë në rrugët e Medinës një njeri i cili ka lyp, një lipsar. Dhe normal, lipja nuk është e preferuar në fenë islame dhe pejgamberi islam e ka pyet, ka thënë pse po lip? Ai thotë o i dërguari i Zotit, unë thot jam një njeri i ri, i fuqishëm, shëndetin thot e kam, por nuk kam mjete për të punuar. Prandaj jam detyruar që të lypi, që ta mbaj familjen. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk e qorton, por çfarë bën? Shkon edhe i ofron alternativë. I gjen disa mjete pune, e pyet thot ti për çfarë punë, çfarë mund punojsh ti? I thot unë mund ta bëj këtë punë, po s'kam mjete. Dhe pejgamberi sa i sjellën disa mjete për atë punë dhe ai fillon të punoje dhe në këtë moment domethënë rregullohet ky problemi i lypjes dhe ai bëhet një njeri punëtor, pastaj fiton dhe e mban veten edhe familjen. Domethënë kjo ka qenë metodë e pejgamberit alayhis salatu wasalam me cilën ai i ka shëruar problemet në shoqërinë e vet. Thash edhe në fillim ka shumë metoda të pejgamberit alayhis salatu wasalam, por mendoj se këto janë disa prej metodave që ne si musliman, si besimtar, si ndjekës të pejgamberit alayhis salatu wasalam duhet t'i kemi parasysh, sepse edhe ne po përballemi me probleme të ndryshme në jetën tonë dhe padyshim metodat e pejgamberit alayhis salam janë efikase. Ju përmendët shumë metoda, të cilat besojmë që janë efikase, mirë po kemi shpeshherë pretendime nga shumë njerëz, cilët thonë që pejgamberi ka jetuar 1450 vite përpara. Dhe si mundet kur ka jetuar kaq kohë përpara, si mund të marrim mësimet nga ai kur ka jetuar, domethënë në kohën e hershme. Sa mund një përgjigje për këtë pretendime? Po, është e vërtet. Edhe ne shpesh herë ballafaqohemi domethënë me këto muhabete, me këto biseda, me këto pretendime të njerëzve, të cilët unë kisha thënë janë njerëz të cilët pak kanë njohuri, edhe pak e njohin Islamin, edhe praktikën e pejgamberit alayhis salatu wasallam, edhe realitetin tonë. Është e vërtet, padyshim që shoqëria njerëzore, domethënë ka ndryshuar shumë nga koha e pejgamberit alayhis salam, kur ai ka jetuar në këtë botë dhe nga koha që jemi ne sot. Mirë po, në esencë, njeriu është po ai njeri. Është e njëjta krijesë, ka të njëjtin shpirt, i ka të njëjtat dëshira, e ka të njëjtin nefs. Dhe prandaj lirisht mund të themi se problemet janë po të njëjtat probleme të cilat kanë qenë atëherë dhe sot. Me ndryshime të caktuara, për shembull, diçka që s'ka qenë atëherë është sot, edhe diçka që ka qenë atëherë nuk është sot. Mirë po në përgjithësi problemet janë të njëjta. Për shembull,
A ka pasur vrasje në kohën e pejgamberit alayhis salam? Padyshim që po. A ka sot? Ka, sa të duash. A ka pasur vjedhje në kohën e pejgamberit alayhis salam? Ka pas. Po edhe sot kemi. A ka pas për shembull tradhti në kohën e pejgamberit alayhis salam? Ka pas tradhti, edhe sot kemi. A ka pas lufta, a ka pas zënka, fesate kështu me radhë. Gjitha kanë qenë, edhe sot i kemi. Pra, nëse gabimet të cilat kanë qenë atëherë janë të njëjtat gabime sot, atëherë pse mos i marrim metodat e pejgamberit alayhis salam? Pse mos ta ndjekim praktikën e tij? Nëse tham më herët se metodat e tij kanë qenë efikase në shërimin e problemeve, atëherë nëse i kemi të njëjtat probleme, padyshim që është e rrugës ti marrim të njëjtat probleme, ta ndjekim shembullin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, që ti shërojmë edhe ti trajtojmë problemet të cilat i kemi në shoqërinë tonë. Dhe normal në aspektin fetar mos harrojmë që ne kemi edhe obligim dhe ne jemi të bindur në atë që thot Zoti dhe që thot vetë i dërguari i Zotit se praktika e pejgamberit alayhis salatu wassalam është ajo që do të ngjelet deri në ditën e Kiametit, pa marrë parasysh çfarë thonë shumë njerëz. Jo rastësisht edhe Allahu Dhul Xhelal e ka përfunduar shpalljen e tij edhe është pejgamberi i fundit. Nuk ka më pejgamber mas Muhamedit alayhis salatu wassalam. Prandaj ajo çfarë ka thënë dhe çfarë ka bërë pejgamberi alayhis salatu wassalam, pra sunneti i pejgamberit alayhis salam do të mbetet efikas deri në ditën e fundit të kësaj bote. Prandaj mendoj se edhe pse ka kështu lloje të pretendimeve, janë të pabaza dhe ne shohim në praktik se ndjekja e shembullit të pejgamberit alayhis salatu wassalam është efikase edhe në kohën tonë. Pastaj nëse kemi edhe shumë thënie edhe shumë biseda rreth kësaj edhe prej njerëzve jo musliman. Për shembull, është një njeri i ditur Bernard Shaw që ka thënë se tash bota si është në shumë probleme. Nëse i dërguari i Zotit do të ishte në këtë botë dhe do t'i jepej udhëheqësia e botës, do t'i kishte rregulluar problemet e kësaj bote, do me thënë, ai ka aluduar në atë shpejtësi, do me thënë, ka thënë do t'i kishte rregulluar problemet e botës sa duke pi një kafe. Pra, nuk është se e themi veç ne muslimanë, se ne e duam edhe e besojmë pejgamberin sa, po kemi edhe argumente dhe fjalë edhe prej atyre të cilët nuk e kanë besuar pejgamberin sa, që kanë besuar se me të vërtet praktika, metodat e pejgamberit alayhis salatu wassalam, një personalitet i fuqishëm siç ka qenë ai, është efikas në trajtimin e problemeve edhe në kohën tonë. Dhe për fund të qëndëruar një mesazh për televizionistit. Një mesazh, unë me që ishte kjo temë në lidhje me metodat e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe pak a shumë është rreth asaj që ta ndjekim, domethënë sjelljen e pejgamberit alayhis salam, unë kisha thënë ta njohim mirë, muslimanët e kanë obligim që ta njohin mirë historinë dhe jetë shkrimin e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe ta vendojnë në praktik, ta bëjmë pjesë të praktikës së jetës tonë në këtë botë. Nëse ne vetëm e lexojmë, e mësojmë dhe nuk e praktikojmë, domethënë rezultati nuk do të jetë i mirë për ne. Prandaj veç duke e praktikuar atë të cilën e mësojmë nga jeta e pejgamberit alayhis salatu wassalam, do të jetë diçka efikase edhe për ne dhe realisht kjo është ndjekja e vërtet e sunnetit, sepse sunnetin shumica e muslimanëve mundohen ta ndjekin vetëm me fjalë. Ndjekja e sunnetit pejgamberit alayhis salam në realitet është kur ne e praktikojmë atë të cilën e ka kërkuar i dërguari i Zotit. Ju falenderojmë shumë, ishte nder dhe kënaqësi t'ju kemi në misionin tonë. Faleminderit edhe unë gjithashtu ju falenderoj Zoti Allahu xhaleshanuhu t'ju jep jetë gjatë, suksese në misionin tuaj. Amin, faleminderit gjithashtu. Të nderuar teleshikues, ju dëshirojmë agjerim të pranuar dhe të lehtë dhe ju falenderojmë që ishit me ne deri në takimin e radhës. Asalamu alaykum wa rahmatullahi